Shqiptarët nuk harrojnë asnjëherë të bëjnë pazar, nuk harrojnë as të blejnë telefonin më të ri që del në treg, por janë shpesh të shkujdesur për higjienën orale, edhe kur ajo ju rrezikon shëndetin. Në përgjithësi jemi shumë neglizhent. Kam pasur shumë raste, edhe raste të mia personale familjare nga të afërmit, që i lënë gjitha gjërat në momentin e fundit. Po nuk na dhëmbë dhe mballa, nuk shkojmë. Prindrit tonë nuk kanë qenë shumë të kujdesshëm ndaj nesh. Kam tendencën në fakt që të jem më shumë e kujdesshme me tim bir, duke e ditur që edhe vetë kam neglizhuar çik më shumë. Ai është 2 vjeç edhe e ka një lloj kulture që tani që dhëmbët lahen edhe në mëngjes dhe në darkë. Hera fundit kur keni qenë tek stomatologu, cila është? Ai vit. Para 5 vitesh kam qenë. Duhet shkoj prapë. Kësë kam shku për të kështu, vetëm kam pasur një probleme kam shku. Ka dhe shumë njerëz të cilët shumë mendojnë për bukurinë e jashtme se sa higjienën. Stomatologët tregojnë se pacientët shkojnë në klinikë kur gjendja është shumë e rënduar. Madje shumica prej tyre, përfshirë edhe të rinj, nuk kanë asnjë informacion se si lahen dhëmbët. Kanë mbi 5 apo 10 vjet pa i larë dhëmbët fare. Njohurit mbi larjen e dhëmbëve nuk i kanë. Furça është e mangët, pastrimi i dhëmbëve është në nivel shumë të ulët. Zakonisht kujdesen vetëm për dhëmbët e parë. Për dhëmbët ansor nuk kujdesen fare. Problemet që do të na shfaqen janë problemet me mishrat e dhëmbëve, gjakosja e mishrave të dhëmbëve, pastaj humbja e kockës ku janë të mbështetur dhe ku qëndrojnë dhëmbët. Pastaj është e lidhur me diabetin, është e lidhur edhe me sistemin kardiovaskular. Një raport i Institutit të Shëndetit Publik ka arritur në përfundimin se në Shqipëri rreth 90% e popullsisë kanë probleme me higjienën e gojës. Moskujdesja për dhëmbët ndikon në cilësinë e jetës së njeriut, sepse në gojë rritet numri i baktereve të rrezikshme, që më pas bëhet shkak i shumë sëmundjeve të rënda.